Besoj e pasi qa bë protestën e dytë të ditës së sotme. Ky është momenti që kam mbaruar, do t'ju tregoj pak këto aktivistët. Janë aktivistë qytetar dhe njerëz të kulturuar që edhe pse mbaroi protesta dhe sheshi u mbush plot me lera, po themi, shkojnë dhe i heqin. Edhe vetë jam habitur se sa shumë njerëz erdhën në protestën e ditës së sotme. Më bën shumë përshtypje fjalët e një protestuesi në momentin ku mori megafonin. Nuk ja di emrin fare, po besoj isha i djali që u arrestua nga forcat izraelite në flotilën e ndihmave që çojnë, po themi, njerëz nga gjithë Europa për të ndihmuar popullin në Gaza, i cili tha që atë gardë dhe pasha aty. Edhe një gjë tjetër që më bëri shumë përshtypje ishte që protestën e ditës së sotme politika nuk i futi duart, nuk pasha si përfaqësues partie të hypin në podium dhe të marrin një fjalim të rastit, sepse kjo ishte një protestë e qytetarëve. Edhe dy gjëra që më bën shumë përshtypje rrugës si po vija te kjo protestë ishte që po shikoja me titrat kuqe të Top News-i që nacionalistët grek kanë ofruar para për vrasjen e eroje si goditin me grush protestuesin në Zvërnec. Nuk e di se sa i vërtet është ky lajm, po besoj në orën vazhdim do të zbardhet gjithçka.